sot qëndroj para jush këtu me mirënjohje të thellë dhe me shpresë, duke reflektuar për rritjen tonë dhe fortën e jashtëzakonshme të komunitetit digital. Është një rritje që na mbush me krenari, sepse pasqyron lidhjet tona të forta që ndajmë, besimin e palëkundur që kemi dhe aspiratat që mbajmë, jo vetëm për veten tonë, por edhe për brezat që do vinë. Siç e dini vllazën e motra, xhamia aktuale ka qenë dhe është një strehë për ne, një vend i shenjtë për adhurim, një qendër e mësimit shpirtëror dhe një pikë lidhje për gjithë ne. Na ka shërbyer mirë, por duke parë që jemi në rritje dhe hapësira po bëhet e kufizuar, nevojat tona po e tekalojnë këtë objekt ekzistues. Ka vite që po mundohemi dhe po shohim për një objekt të ri. Një xhami më të madhe që do jetë më shumë se sa muret dhe tavani. Ne shohim për një qendër multifunksionale që do përfaqësoj vlerat tona si musliman shqiptar. Një vend që do ketë hapësirë për adhurim, ku çdo njeri do falet në paqe dhe në rahatinë e duhur për t'i bërë adhurim Allahut xhelel xhelalu. Një vend ku do kemi mundësi edukimi, ku do zgjerohet shkolla jonë javore që e kemi për mësim besimin dhe gjuhën shqipe, po do kemi kurse dhe programe për të rinj dhe për të rritur. Ne shohim për një vend ku të bëjmë aktivitete për komunitetin tonë, organizimin e sporteve, aktiviteteve kreative dhe ngjarjeve sociale që ta forcojnë lidhjet tona. Ne shohim një vend për brezat e ardhshëm, investimin në një vend ku fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre do të mblidhen, mësojnë besimin tonë, mësojnë gjuhën tonë. Kjo është për ndërtimin një bazë për të ardhmen tonë. Një ardhme ku feja jonë do të ulëzojë dhe komuniteti jonë do prosperon. Shumica absolute, të gjithë ne jemi për këtë projekt që të realizohet sa më parë, por të them të drejtën, kemi hasur në një pengesë. E kjo pengesë është, nuk e dim se sa kemi përqim derisa. Ne të gjithë e dim të çmimet e real estate-it ose të patundshmërisë në GTA rriten me një ritëm të frikshëm. Gjenerata e parë shqiptarëve në GTA e përmbushin detyrën e tyre. Ato e lanë xhamin që e kemi sot, edhe pse ishin në shumë pak në numër. Ato e lanë dhe tash është radha jonë që të lejmë gjurmën tonë, për të bërë hapin e madh për veten tonë dhe për fëmijët tonë. Një shembull vllazën, para 3 netësh, 4 netësh ishte nata e katërt. Dhe mbi 250 veta u mblodhen në xhami. Elhamdulillah. Imagjinoni, 250 veta, nga 33 rekat bëjnë 8250 rekat. Minimumi 10 sevabe për një vepër të mirë janë 82500 sevabe. Ne e dim që nata e katërt është më e vlefshme se 1000 muaj. Domethënë, jo 1000, po shumë sa 1000. Po e bëjmë vetëm me 1000, ta thjeshtojmë matematikën. Kjo do të thotë vllazën, ato njerëz që kanë kontribuar pra xhami kanë fituar 6.875.000 vite ibadet, që shkojnë tek ato në kontën e tyre. Investimi i tyre është maramendës. Allahu është më bujari, ai dhuron pa kufi. Dhe ato kanë fituar xhenetin të nderuar vllazër. Ato e bëjnë punën e tyre. Tash është puna jonë. Kush ndërton një xhami për hir të Allahut dhe aty përmendet Allahu, Allahu do t'ja ndërtojë aty një shtëpi në xhenet. Ka thënë Muhammed Mustafaja, i miri jonë. Ndërmarrja e këtij projekti nuk është detyrë e vogël, por realizimi i tij është absolutisht brenda mundësive tona. Ka shumë mënyra se si mund të mbledhim parat për këtë objekt. Po prezantojmë disa të tyre dhe jemi të hapur si bord edhe si këshill për çdo sugjerim dhe ide. Një shembull konkret. Rahmetlia Time Hoti lanë testamentin e saj $20,000 për xhaminë e re. Ajo me shpirt bardhësinë e vet dhe pa pension, por zemrën e kishte të lidhur me xhamin. Dhe jam i sigurt që Allahu i madhnueshëm ja ka rrit gratat në xhenet. Këtë shembull do ta ndjekim të gjithë. Të gjithë të fusin xhamin si pjesë e trashëgimisë tonë.
në për willet, në testamentet tona. Kemi shqyqyr Zotit në komunitetin tonë, individ e biznesmen të dalluar, që janë edhe besimtar të devotshëm. Nëse një person ka 3-4 shtëpia dhe e dhuron një për fisabilillah në rrugt të Allahut, për hir të Zotit, ai ose ajo do ketë një pallat në xhenet. E xheneti është qëllimi jon final vllazër. Si komunitet jemi parafatsisht 1000 familje ta zënë, edhe më shumë, po 1000 ta marrin numër. Ne kemi forcë të madhe kur bashkohemi. Nëse çdo familje nga ato 1000 familje kontribuojnë me $10,000, ne do kemi fondet e nevojshme për të blerë atë pronën që kërkojnë, që të bëjmë realitet ëndrrën tonë. Disa familja në gjendje të japin më shumë, disa më pak, por të gjithë do kontribuojnë. Së bashku, qoftë me anën financiare, qoftë me anën vullnetare, qoftë duke përhapur këtë mesazh tek të tjerët që nuk janë këtu të lidhur tek përdit me komunitetin tonë. Çdo njëri prej nesh të paktën një herë në vit e bën një pushim vllazër. Dhe ne e dimë që për të shkuar në Evropë, një familje për 5 antarësh, minimumi sot i bie $10,000 të paguar vetëm bileta. Për hir të Zotit, le ta lëmë një pushim një vit. E të japim kontributin tonë për xhami dhe le të ndërtojmë vetes një pallat në xhenet. Çdo kontribut në xhami ka benefitet e tax deduction. Kështu që donacioni prej $10,000 që do jepet xhamis, në fund të fundit neto do jetë $6,000, sepse edhe $4,000 do i kesh tax return nga governmenti, sepse xhamia jonë është non-for-profit, charitable organization, është organizat që i lehtëson qeveria federale për të mbledhur fonde. Allahu në Kur'anin familjar thotë: "Huazoni, jepni sadaka për hir të Allahut një hua të mirë, se çka përgatiti për veten tuaj për të mirave, atë do ta dëgjeni te Allahu, edhe më të mirë. Dhe shpërblim edhe më të madh. E kërkoni falje prej Allahut, se Allahu është mëkatfalës, mëshirues." Mendoni për këtë investim jo vetëm si një strukturë fizike, por si një trashëgimi për besimin dhe rritje dhe mundësi për komunitetin tonë. Vëllezër dhe motra, ashtu si profeti i dashur Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam na mësoi rëndësinë e punës së përbashkët, ne jemi thirrur që të veprojmë. Jo nga detyrimi, por nga dashuria që kemi për komunitetin tonë dhe për fatin tonë të përbashkët. Ky vizion kërkon unitet, dhe uniteti është forca jonë më e madhe. Së bashku kemi festuar, kemi vajtuar, kemi mësuar dhe kemi përparuar. Ky projekt është zgjatimi i kësaj, ndërtimi i diçkaje që do vazhdojë të na bashkojë për breza të tërë. Sot, unë ju kërkoj secili prej ju që të bashkoheni me mua në këtë përpjekje financiare dhe fisnike. Në hyrje, Dardani dhe mentori kanë the pledge forms, format e zdotimeve tona. Le ta plotësojmë çdo njeri prej nesh sot. Dhe të fillojmë të depozitojmë parë tek xhamia jonë, tek xhamia e re. Ky projekt kërkon angazhimin e secilit prej nesh. Dhe kjo xhami ka nevojë për të gjithë shqiptarët. Ne jemi pasardhësit e buletinit e Mullah Idris Gjilanit, Hafiz Ali Korçës dhe librës Suleman Bokshit e Adem Jasharit. Sot unë kërkoj besën tuaj vllazër, ta lidhim që të parët tanë që luftuan për atë dhe e fe. Me besa besë të bëni bashkë të gjithë. Me besa besë të bëni bashkë të gjithë. Arditi, Mustafa, Emulina nga Presheva, Samiu, Kadrushi, Remi, Avniu nga Gjilani, Abedini nga Peja, Femiu nga Ferizaj, Dardani, Lulzini, Adnani, Qenani, Ismeti, Recepi, Mehmeti, Artani, Gazmedi, Mentori nga Prishtina, Imeri, Cima, Ahmeti nga Gjakova, Beadini e Nazimi nga Prizreni, Besniku nga Shkodra, Ibrahimi e Hamdia nga Kuksi, Nadori, Alushi, Gjeldeti, Lindita nga Tirana, Florindi,
nga Durrësi, Betriu nga Devolli, Dritani nga Gjirokastra, Zeka, Ziai, Ilmiu, Mensuri, Ermani nga Shkupi, Zemriu nga Kosivari, Gjevria e Dritani nga Dibra, Urimi nga Struga, Neçmiu e Zilali nga Prespa e Resnja, Ardiani, Nuriu, Sadeni, Sadoja, Rusteni, Afrini, Ferziu, Minilja, Izeti, Enrolli, Mehmeti, Vllaznini nga Manastiri. Vllazën ma bëni halal se me zemër do të kisha përmend të gjithë, po s'tani koha. Dhe vetëm desha të shpalloj se ne jemi nga gjitha trojet shqiptare, ne jemi Shqipëria etnike. Unë e di se kur bëhemi bashkë tost si një drush, do kemi sukses. Dhe me ndihmën e Zotit, dhe ndihma e Zotit s'do mungoj inshallah. Nëse reflektojmë bekimet që do marrim, le të japim një mënyrë që të shuficojmë këto bekime për të gjithë të mirën e komunitetit tonë. Vllazën e motra të respektuar, zemra e komunitetit tonë që ndronë në përkushtimin tonë për të përbashkët për njërin tjetrin. Kjo xhami e madhe nuk është vetëm një përgjigje ndaj nevojave tona, është një manifestim i asaj se kush jemi dhe çfarë synojmë të bëjmë. Le të nisim në këtë udhëtim me shpresë dhe vendosmëri, duke ditur që ajo që do ndërtojmë do formojë të ardhmen tonë dhe do na frymëzojë për vitet që do vinë. Dua të theksoj për mua se kjo është mundësia e fundit për ne, që të mos besim në histori si një gjenerat e dështuar. Gjenerata para nesh e la gjurmën e saj, tani është rada jonë. Ju falenderoj secili prej jush për pasionin, mbështetjen dhe besimin tuaj në këtë vizion të përbashkët. Allahu i bekov për pjekjet tona dhe na udhëzoj drejt suksesit. Ju falenderoj e përshëndet Bajramin. Dhe një thënie nga mistiku i madh Rumiu, para se vdekja t'ua marr atë që ju ka dhënë, jepeni atë që keni për ta dhënë. Allahu na i pranoft ibadetet dhe lutjet, sidomos agjerimin. Na prifte mbara. Na bëni halal. Unë kam storin e lartë për ta bërtitur, e kam nga ty e në ty. Falenderoj.